Prokuroria e Tiranës ka lëshuar 7 urdhër arreste dhe 2 masa ndalim dalje jashtë vendit pas operacionit ndaj 3 call centerave të dyshuar për mashtrim kompjuterik. Të arrestuarit dyshohet se drejtonin një skem të organizuar që mashtronte qytetarë europian, ndërsa mbi 80 operatorë janë marrë në pyetje. Nga kontrollet u sekuestruan mbi 800.000 euro kesh dhe pajisje teknologjike. Hetimet të zhvilluara për rreth 2 vite në bashkëpunim me autoritetet gjermane dhe austriake zbuluan se fitimet konvertoheshin edhe në kriptomoneda për të fshehur gjurmët. Dyshohet se dëmi ekonomik kalon 50 milion euro. Operacioni përfshiu zona si kopshti zoologjik dhe rruga e Kavajës, ndërsa hetimet vijojnë për të zbuluar të gjithë rrjetin kriminal. SPAK ka vendosur për të tretën herë mbylljen pjesërisht të dosjes ndaj kryebashkiakut të Kavajës Elvis Roshi. Prokuroria e posaçme ka kërkuar pushimin e hetimeve për 6 episode të dyshuara për shpërdorim detyre për shkak të parashkrimit të veprës penale. Megjithatë, ndaj tij vijojnë procedimet për 5 episode të tjerë. Hetimet lidhen me dyshime për parregullsi tenderësh dhe projekte publike gjatë viteve 2013-2014 përfshirë skualifikimet pa drejta të operatorëve dhe përdorim standardesh të dyfishta. Çështja ndodhet në fazën e seancës paraprake, ndërsa hetimet vijojnë edhe për dyshime të tjera të lidhura me korrupsion dhe aktivitet politik. Gjykata e posaçme ka dënuar me 4 vite burg ish-kryetarin e Bashkisë së Finiqit Leonida Hristo për shpërdorim detyre. Për shkak të gjykimit të shkurtuar dhe rrethanave lehtësuese, dënimi ul në 2 vite heqje lirie. Sipas hetimeve të SPAK-ut, gjatë viteve 2017-2019 janë zhvilluar procedura prokurimi fiktive dhe në shkelje të ligjit, ku dokumentacioni dhe vlerësimi i ofertave dyshohet se janë manipuluar nga persona të tjerë në bashkëpunim me zyrtar të bashkisë. Hetimet tregojnë se proceset janë formalizuar më pas me nënshkrime zyrtare, ndërsa disa persona të tjerë po hetohen nga Prokuroria e Sarandës. Ky vendim vjen si pjesë e një sër çështjesh të SPAK-ut për abuzime me tenderët publik. Gjykata e Apelit ka vendosur dënimin me burgim të përjetshëm për Yusuf Hasën, i akuzuar për vrasjen e fëmijët të tij Xhemal Meta. Sipas hetimeve, ngjarja ka ndodhur gjatë një tentative përvjedhje, ku viktima është goditur për vdekje me çekiç. Gjykata e konsideroi krimin tepër të rënd, duke vlerësuar rrezikshmërinë e autorit dhe pasojat fatale. Apeli ka lënë në fuqi dënimin maksimal, duke mbyllur kështu një proces që lidhej me një nga ngjarjet më të rënda kriminale të trajtuara në këtë çështje. 3 persona janë arrestuar në Vlorë pasi dyshohet se kanë kanosur me armë zjarri dhe dhunuar një 35 vjeçar. Ngjarja ndodhi në lagjen Hajro Çakëri, ku autorët e goditën me grushte dhe me tytën e një pistolete sportive duke tentuar ta nxjerrin me forcë nga automjeti. Policia identifikoi dhe arrestoi 3 të rinj, ndërsa motivet paraprake cilësohen si të dobta. I dëmtuari u dërguar në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrolleve u gjet arma e përdorur dhe u sekuestruan 2 automjete. Ndaj të arrestuarve rëndojnë disa akuza përfshirë kanosje, plagosje të rënd në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje, ndërsa hetimet vijojnë. Në Tiranë është zbuluar një rast vjedhje i organizuar me detaje ku një shumë prej 40.000 poundësh dyshohet se është marrë nga kasetat e depozitimit në një market. Sipas hetimeve, shtetësia identifikuar vetëm me iniciale MG dyshohet se ka planifikuar ngjarjen paraprakisht duke arritur të sigurojë çelësin origjinal të një kasete dhe më pas ta zëvendësoj atë pa u vënë re nga stafi. Ditën e ngjarjes, një klient kishte depozituar parat në kaset, ndërsa e dyshuara ka përdorur çelësin origjinal për të hapur dhe marrë shumën. Policia bën me dije se parat u gjetën dhe u sekuestruan si provë materiale në vendin e punës së autores së dyshuar, ndërsa ndaj saj është ngritur akuza për vjedhje dhe materialet janë referuar Prokurorisë së Tiranës për hetime të mëtejshme. Një grup i organizuar që trafikonte kokainë është goditur në Dimal pas një hetimi disa mujor. 3 persona janë arrestuar, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. 2 prej të arrestuarve janë vendosur në burg dhe një 17 vjeçar në arrest shtëpie. Të gjithë akuzohen për prodhim dhe shitje narkotikësh në bashkëpunim. Sipas hetimeve, grupi siguronte kokainë, ndante në doza dhe e shpërndante për shitje në zonë. Operacioni i koduar Dimali 3 u zhvilluar në bashkëpunim me Prokurorinë e Beratit. Policia vijon punën për kapjen e 2 personave në kërkim dhe për zbardhjen e plotë të aktivitetit kriminal. Një konflikt i dhunshëm mes 2 grupeve të rinj ndodhi në lagjen numër 2 të Korçës, ku mbeti i plagosur një 17 vjeçar. I mituri u dërgua menjëherë në spital pasi dyshohet se është goditur me mjet prerës. Mjekët konfirmojnë se ai është jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtim, ndërsa po merret edhe dëshmia e tij për zbardhjen e ngjarjes. Pas goditjes ai ka rënë mbi kangjëlla duke psuar dëmtime shtesë. Gjatë përleshjes janë përdorur grushte, shkelma e sende të forta
ndërsa policia po heton edhe për përdorimin e thikës. Autorët janë larguar dhe janë në kërkim, ndërsa motivet e konfliktit mbeten ende të paqarta. Një aksident i rëndë është regjistruar në aksin Hoçisht-Grac në Devol, ku një automjet ka dalë nga rruga është përmbysur dhe më pas është përfshirë nga flakët. Në mjet ndodheshin 3 të rinj, të cilët mbetën të lënduar por fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Dyshohet se drejtuesi ka humbur kontrollin e automjetit gjatë lëvizjes. Pas aksidentit, makina mori flak duke rrezikuar jetën e tyre, por kalimtarët e rastit ndërhyn me shpejtësi dhe i nxorën në kohë. Më pas zjarrfiksit mbërritën në vendngjarje dhe arritën të shuajnë flakët. Një 20 vjeçar shqiptar është qelluar për vdekje në Helsingborg, ndërsa një vajzë rreth 25 vjeçe ka mbetur e plagosur rënd. Ngjarja ndodhi në një parkim ku viktima u qellua me armë zjarri. Policia suedeze ka arrestuar një person, por sipas prokurorit të çështjes, nuk ka ende prova që ai është autori. Dyshohet se në krim mund të jenë përfshirë disa persona, ndërsa dëshmitarët kanë parë një furgon gri që largohej nga vendi i ngjarjes. Viktima me origjinë nga Fieri ishte i njohur për policinë dhe dyshohet ketë lidhje me rrjete kriminale përfshirë grupin Adolf Berg. Hetimet janë fokusuar te përplasjet mes bandave të drogës. E plagosura ndodhet në spital në gjendje serioze por të stabilizuar në mbrojtje policore, ndërsa hetimet vijojnë intensivisht. Prej mëngjesit të sotëm në Itali po zhvillohet operacioni Daku, ku janë ekzekutuar deri më tani 28 masa sigurie ndaj një rrjeti të trafikut të drogës me shumicë shtetas shqiptar. Aksioni është koordinuar nga strukturat antimafia dhe hetuesit në Trento, me fokus kryesor në provincën e Bolzanos. Sipas hetimeve, grupi merrej me trafikim dhe shpërndarje narkotikësh, ndërsa emri Daku lidhet me një nofk të përdorur mes antarëve. Operacioni përfshin disa qytete dhe struktura të policisë italiane. Nga masat e dhëna 10 persona janë në burg, 8 në arrest shtëpie dhe 10 të tjerë me detyrim paraqitje. Hetimet vijojnë dhe priten zhvillime të tjera. Në gjykatën penale të Bryzhit në Belgjik po gjykohen 3 antarë të një bande grabitësi shqiptar të akuzuar për një seri vjedhjesh dhe tentativash grabitje në disa qytete belge. Ata rrezikojnë deri në 54 muaj burg. Sipas hetimeve, më 29 mars 2023, 2 prej të pandeurve hynë me forcë në një banesë në Bryzh, ku u përballën me banorët dhe u arrestuan pas një ndjekje policore. Banda dyshohet se ka vepruar në qytete të ndryshme, duke përdorur makina me qera dhe duke kryer 10 vjedhje. Një çift i moshuar viktime një prej grabitjeve dëshmoi në gjykatë për frikën e mbetur pas ngjarjes dhe dëmet materiale, për të cilat kërkohet mbi 100.000 euro dëmshpërblim. Vendimi përfundimtar i gjykatës pritet të shpallet më datë 11 maj.